Për mbytyjet e një pasnjëshme që ka besuar roboti, i kanë detyruar fermerët ta praktisin bujqësinë. Sipas tyre, sipërfaqja e tokave të punuara ka rënë me 30% krahasuar me një vit më parë. Ato thotë se tokat e robotit sot kanë edhe rendiment më të dobët si pasojë e përmbytjeve të vazhdueshme. Nëse 10 vite më parë, një dynim tok prodhonte 15 kuintal misër, sot prodhon vetëm 5 kuintal, duke detyruar fermerët e robotit të lënë toka të tjerë. Tash kanë filluar me mjall. Po tash janë tërë, po sa po kush më punu. S'ka njerëz. Ka nikje, kanë praktis këtë vend kërrejt. S'ka nevojë të shikë shkurrët, a ka njerëz. Ku ka shkurrë, s'ka njerëz. Ka rarë rendiment i tokës, ka nikë ma njerëzit, s'ka jetesë. S'ka përmbytjet, ku përmbytjet rrën 6 muaj në ujë, po që me punu këtu? Prandaj ka nikë njerëzit. S'ka një interes. Kjo zona ba lum, ta manë si lumi. Si lum. Sa herë si bjen shi, bin rreshje, lëshojnë ata ide centralet, mushën tokat plot me ujë. S'ka siguri, që me punu këtu? Ne në plesë nuk kena mjellë shumë gjane, një ata që i kena mjellë kena bo shërbim, mirë i kena. Ata dofsohen, pa tjetër që dofsohen. Kanë ra, pa tjetër, ujë ka ba të vetën, e ka asfiksu rajën e ka kalë. Të shina aty nuk marrin prodhimin që ja ba vitet e tjera që kanë kënë kullime të rregull. Me gjithë herë mundu me ba kullime, po prapë nuk e ka rendimentin. Rreth 80% e banorëve të kësaj zone, aktivitet kryesor kanë bujqësinë. Ndër vite, tokat e robotit janë të njohura për prodhimin cilësor të lartë, por impakti negativ dhe frika nga përmbytjet po detyrojnë fermerët të reduktojnë mbjelljen e hektarëve të tokave.